këtë parti? Ne kemi bisedime patjetër, kujtoj që zoti Shabani është këshilltar Bashkinë e Tiranës, kështu që diskutohet Bashkia e Tiranës është pjesë e rëndësishme që diskutohet nga të gjithë këshilltarët dhe kemi biseda në mënyrë të vazhdueshme që janë një pjesë janë shoqërore, një pjesë janë jashtë këtij aspekti, tashmë duket sikur çdo bisedë është automatikisht vetëm për këtë. Jo, ne flasim në mënyrë të vazhdueshme për ecurinë e Bashkisë Tiranës, patjetër. Takimi tuaj që keni pasur me zotin Lapaj, a do të jetë ai pjesë, a do të keni takim takim shoqëror, siç po them, në mënyrë të vazhdueshme që ne kemi takimet formale janë këtu me partitë përkatëse, patjetër jemi në diskutime, nëse do të formalizohet, këtu do jemi dhe do i formalizojmë. Këto janë takime shoqërore. Ndërsa ju jeni para nesh, Bajram Begaj po shqyrton edhe vakancat për 6 bashki. Nëse do kemi një dekret për garën e Tiranës dhe ajo do jetë antikushtetuese, a do merrni pjesë në zgjedhje të palishme dhe antikushtetuese? Do e lejojmë patjetër ekspertëve konstitucionalistë ligjor ta diskutojnë këtë pjesë. Ky grup negociator është për diskutime për gjetjen e një kandidati të përbashkët dhe bashkimi i gjitha forcave opozitare bashkë. Pastaj pjesë tjetër e ligjatur do ketë këtë diskutim. Dhe mbi të gjitha do t'i takoj forumeve të larta të Partisë Demokratike për të patur një vendimarrje të tillë. Sigurisht ne kemi miratuar tashmë në një rezolut të kaluar në vitin 2022 dhe në statutën e Partisë Demokratike që nuk bojkotojmë asnjë proces zgjedhor, por jo vetëm do të jetë objekt diskutimi i forumeve të larta të Partisë Demokratike, por edhe i tryezës partive aleate për të marrë një vendim final në raport edhe me zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Tiranë. Dhe ta kujtojmë që të përmbyllet procesi i negociatave. Po besoj shumë shpejt, zbashku me Ilirin dhe zbashku me zotin Noka do të jemi në takime intensive edhe 2 ditë në vijim. Besoj brenda 2 ditëve do të kemi një përmbyllje të gjithë takimeve formale, po e themi edhe një herë për këtë qëllim. Me të gjitha forcat të cilat e konsiderojnë veten opozit dhe sigurisht kanë një emërues të përbashkët me Partinë Demokratike për sa i përket kundërsharit politik, që është kryeministri i vendit është Edi Rama. Arlit Çoren do e takoni, keni bërë Po është çështje e zauruar, e kemi thënë 100 herë këtë pjesë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit.